Administrata tatimore 3 muaj para mbarimit të ligjit të faljes bën apel të gjitha bizneseve dhe individëve që të ofrohen dhe të përfitojnë nga ky ligj. Sipas drejtorit të shërbimit të tatim-paguesve Erion Prifti, deri tani janë falur plot 32.400 raste me një vlerë prej rreth 3 miliard lek. Ndërkaq janë pjesë e procesit dhe ato biznese të cilat duhet të paguajnë 30 dhe 50% principal në vlerën totale 4.3 miliard lek. Sipas Priftit, deri tani janë paguar vetëm 34 milion lek. Administrata tatimore ju bën thirrje të gjithë tatim-paguesve që janë subjekt dhe mund të përfitojnë nga ky ligj, të paguajnë në mënyrë vullnetare pjesën e caktuar të principalit në mënyrë që të përfitojnë faljen e pjesës tjetër të principalit, gjobës dhe kamat vonesës. Në të gjitha drejtoritë rajonale tatimore funksionojnë prekohësh komisionet e administrimit të faljeve. Në këto komisione janë shqyrtuar, falur dhe sistemuar deri në datë 20 shtator 32.400 raste me vlerë rreth 12.8 miliard lek. Sipas informacioneve nga tatimet, janë thuajse 0 individët të cilët kanë legalizuar asetet e tyre. Administrata tatimore u bën thirrje gjithashtu të gjithë tatim-paguesve, të cilët duhet të bëjnë rivlerësimin e të ardhurave të tyre për periudhat e parashikuara nga ky ligj, ta bëjnë përpara afatit kohor 31 dhjetor 2011. Gjithashtu, ne u bëjmë thirrje edhe individëve të cilët duhet të përfitojnë nga ky ligj për të bërë legalizimin e parave të tyre, duke paguar vetëm 3%. Nga gjoba apo kamat vonesa, taksat që janë falur në një nivel më të lartë janë TVSH-ja me vlerë 1 miliard lek, tatimi mbi fitimin me vlerë 876 milion lek e tjerë.